E tani është koha për një këngëtare të re që quhet Lule. Projekti saj i titulluar Si Ti është një projekt i fundit që ka marrë goxha pëlqime dhe reagime nga audienca. Njihuni më tutje me Lule Diellin e stradës sonë. Një emër i ri në skenë, muzikën e filloi prej e vogël e kres angazhimeve me këndim edhe i bjen pianos. Bëhet fjalë për Lulën, e cila ishte e ftuar në emisionin Zoom. Unë jam Lule, full name, s'është na e shkurtim anaj sen. Kam 25 vjet, mirëna me muzikë edhe jetoj për momentin në Kosovë. U lind dhe u rrit në Gjermani, ama së fundmi vendosi të jetoj në Kosovë, por pse ky vendim? Jeta në Kosovë gjithë më ka pëlqyer dhe gjithë kom pas një farë, shme thonë, e lanim për me orë këtu, me ne këtu, bile me provu një vjetës së të muj, edhe thash vjetë kom thonë, kur nëse ju qëtë ku, apo dhe në kur ma të mirë, why not? Edhe i ku morë sen edhe jo morë. Qështë pritë njerës këto, ndoshta krita jo pyetja? Shumë mirë, krejt janë friendly. Nëse këtu kam edhe familje, nuk ka që jam veta në sen, amo pësoj sënë edhe përveç muzikës punoj. Edhe jo, krejt mirë, kështë ka da e dole, step by step. Lulja muzikën e ka të trashëguar nga nëna dhe tezja, që të dyja këndojnë, e madje janë të zonjat edhe në instrumenta. Por nëse flasim për një projekt që identifikon Lulën, cili do të ishte ai? Shamun konga Rena, edhe konga Bajat, edhe kjo e reja që e kom publiku para dijove, Si Ti. Ajo më tugjë thot se deri tani ka plasuar 13 këngë, teksa promovon prurjen e re që mban titullin Si Ti, e këtu përmendet dhe bashkëpunëtorët e saj. Është shumë important me pas dikon rreth i ngushtë, edhe muzikë, edhe gjithka, që të kuptojnë, i din kërkesa tua, din qa me bo, ndihmojnë, apo din rrinë afër teje. Unë zakonisht punoj Massive Production me Granit Gashin edhe Dardonin, i përshëndes. Edhe klipet i bëj me Excel Films, me Gaddafin. Për në Zoom, Lulja rrëfen që është e hapur edhe për duete, por në këtë fazë që është dëshiron të bëj emër si solista. E nëse pyesim, cili do të ishte dueti ëndrave për të? Po kam qef një herë vetë me forcat mija me këqyrë sa muj me arrit, because when you're working hard, you arrive everything. Amo qashtë që shtef, po du me kriju emin tem, me forcat mija, me punu, edhe kur të vjen ajo ofertë, why not? I'm open for it, për një bashkëpunim. Nashta me të hajve s'kat. Apo më nën kështën, okej, se di, Donjonin pëlqen, edhe me tajnë në shasa shtap. Kështu këndim, rap, se më pëlqen shumë qysh stili sajnë, rap, tekstet e sajna shumë. Zdi, unë e besaj që e shumë për shtap tepër mirë. Ate ngacmuan pak duke pyetur për konkurencën dhe për krajen që ka pranuar prej kolegëve. Ka edhe s'ka, për ta shkëqyre kështu halal me këqyrë të you working for yourself, edhe normal që nashta gjeluzën dikush, po nuk do me thonë për qatë gjeluzi të qysh mos me ngrit vetë, nuk po di që me përshku mas mire, ama gjeluzi ka veç ti kur nuk do të munoj, no matter what, gjithë me luftu, me munu, me provu,
me përkrah njëri tjetrin pse jo. Mas miri është me bashkëpunu me përkrah njëri tjetrin se më shty me thonë qëre qëre aj, apëtin nuk ka mirë, besoj unë tash. Po qështu e ki gjithkon edhe në punë normale, I think teamwork është ma mirë. Me bashkëpunu, me supportu njëri tjetrin. Përkrah sidomos studiu jem unë ka përkrah, ku kom punu me njerës unë kam përkrah gjithë. Normal edhe njerës, që më thonë, tujt, unë kam përkrah. E do zhanrin e R&B-s dhe popit, por në të ardhmen kjo artiste mendon një gjë mjaft interesante. Bashkë të cene ku më nu edhe një dit, këngë të mija që i kam i bë cover, ama ju kështu me full instrumental veç, me piano, ose veç me një gitare, qa përshtatit ma shumë edhe simbas këngës. Amo po, është, unë përpara dhe në Gjermani ku im koni kum posto koncerte dhe i kum bë cover do këse këngët international që janë konë edhe me piano, për shemë Bruno Mars, e pa ta bo me piano, shumë nice, konë më pëlqen shumë, zi, piano është diçka një tjetër level kur të një. Për ndryshe, Lulja zbulon se është duke punuar në projekte të reja, e deri në takimin tjetër me të, ne i dëshirojmë shumë suksesa.